Policia e Korçës vion hetimet për zbardhjen e vrasjes së 78 vjeçarit Gëzim Via, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij private në fshatin Bulgaret. Deri në këto momente nuk ka ende një autor të identifikuar për ngjarjen e rëndë, por sipas burimeve nga grupi hetimor, pista kryesore mbetet ajo e grabitjes. Burimet të siguruara pranë grupit të hetimit thanë se ka qenë postieri i shërbimit postar, ai që ka kërkuar të takohet me Gëzim Vian për t'i dhënë një shërbim poste, por ka gjetur derën e mbyllur. Duke këmbgulur, postieri ka vënë re nëpërmjet dritares trupin e shtrirë të 78 vjeçarit dhe menjëherë ka lajmëruar fqinjet dhe policinë. Nga ana tjetër, familjarët kanë deklaruar për grupin e hetimit se 78 vjeçari Gëzim Via nuk dispononte shuma të mëdha financiare me përjashtim të pensionit të tij mujor dhe një shume të vogël kursimesh që e kishte siguruar nëpërmjet qeras së tokës. Gjithashtu, të afërmit e viktimës kanë bërë me dije se nuk kanë konflikte me persona të tjerë, ashtu siç nuk ka patur borxhe tek të tretët i moshuari. Këtë të premte, policia është rikthyer edhe një herë tjetër në banesë, por edhe në lagje ku ka krehur zonën e po ashtu ka gjetur kamera të tjera sigurie, të cilat po kqyren për të parë lëvizjet e mundshme të autorit. Po ashtu, nga grupi i hetimit vërtetohet se i moshuari ka patur 2 goditje në kokë, brenda në banesë ka patur sende të thyera, çka tregon për një përleshje të mundshme, ndërsa të njëjtat burime shtojnë se janë afër identifikimit të autorit. Pista e vetme është ajo e grabitjes me pasojë vdekjen. Një element që po verifikohet nga hetuesit është edhe fakti se një ditë para ngjarjes, viktimës i ishte prerë kabulli i ndriçimit të jashtëm të banesës, çka ngre dyshime për një veprim të qëllimshëm në funksion të realizimit të krimit.